Buri që gjen një mustak të braktisur në pyllin e thellë, pastaj ai e shikon këtë. Xheku ndesh me karrocerinë e ndryshkur të një Mustangu të braktisur, eksterieri i tij dikur krenar tani pothuajse i fshehur nga përqafimi pamëshirshëm i natyrës. Intriguar nga misteri që paraqiti, Xheku u afrua me kujdes, duke e parë në përxhamin e ndotur. Zemra i rikthte fort teksa shikonte skenën e përumbur brenda, një koleksion valixhesh, disa të prera të hapura me mirëmbajtjen e tyre që derdhe jashtë. Me sendeve të shpërndara kishte rroba dhe lodra fëmijësh, të përzira me sende të rriturve, duke lënë të kuptohet për një familje që dikur kishte udhëtuar me këtë automjet. Çelësat ishin ende në ndezësin dhe çanta e një gruaje në sedilin e pasagjerit, duke sugjeruar një largim nxituar. Një ndjenjë shqetësuese pushtoi Xhekun, duke e shtyr atë të pyeste për fatin e familjes që në dukje ishte zhdukur. I shtyr nga kurioziteti, ai hapi derën e pasagjerit, teksa përshkoi çantën e gruas. Xheku gjeti një portofol që mbante disa karta krediti, secila me një emër të ndryshëm. Zemra e tij kapi një raje kur ai gjeti një foto të foshnjës që kishte një ngjashmëri të çuditshme me foton e tij